Radio Dëshmia u paraqet hadithin e ditës. Transmetohet po ashtu nga Ibni Abasi radhiyallahu anhu se ka thënë: Hasbunallahu wa ni'mal vakil. Na mjafton Allahu, ai është më i miri mbrojtës. Këtë shprehje e ka thënë Ibrahimi kur e kanë hedhur në zjarr. E ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur armiqt i kanë thënë: Vërtet, njerëzit, armiqt tuaj kanë tumbuar grumbull të madh kundër jush, andaj friksohuni. Përkundrazi, kjo u ashtoi e u forcoi besimin besimtarëve dhe thanë: Hasbunallahu wa ni'mal vakil. Na mjafton Allahu, ai është më i miri mbrojtës. Transmeton Buhariu. Në një transmetim tjetër nga Ibni Abasi radhiyallahu anhu thuhet: Fjala e fundit e Ibrahimit alayhis salam kur e kanë hedhur në zjarr ka qenë: Hasbi Allahu wa ni'mal vakil. Mund mjafton Allahu, ai është më i miri mbrojtës.